Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit shumë që keni ardhur sot në hapjen e pikës më të re të laboratorit Avicena. Hapja e kësaj dege për neve si Avicen nuk është vetëm një zgjerim fizik, po është një hap shumë i rëndësishëm drejt përmbushjes së misionit tonë për një jetë më të shëndetshme, për shërbime shëndetësore që janë të arritshme për të gjitha shtresat e popullsisë, edhe për shërbime të sakta, korrekte, për besueshmëri, për gjithçka që ne si Avicen ofrojmë. Vitinja mirëpret investitorët, vitinja mirëpret laboratorët me emër siç është Avicena, si çdo komunë tjetër në Kosovë, i mirëpret profesionalistët. Prandaj unë bashkë me detyrimin që kemë këtu me bashkëpunëtor edhe kryesuesin, edhe të tjerë, natyrisht pa dallime, edhe anëtar qeverisë, edhe stafit profesional, mjek, teknik, laborant, mjek me renome që dëshirojnë mi përshëndet, edhe anëtar të bordit që Kosovës që janë këtu prezant, jemi bashkë në këtë gëzim, në këtë punësim profesionalista prive për shkak se për neve çdo ndërmarrësi, çdo laborator, çdo ordinancë, çdo lokal, çdo ndërmarrje e vogël mesme, çdo startup për neve është kënaqësi edhe për mua si kreator. Prandaj jam këtu, jam mjesën e juve, edhe ne përru bashkë fillimin e punimit të laboratorit në vitin, që sigurisht do të ketë suksese, për shkak se ne kemi nevojë për shërbime për qytetarët, sidomos profesionale, sidomos ndikastar të deficitorë që ne i kemi fatikisht. Jemi si komunë rritje, sipër, zhvillime sipër, kompletime sipër, me çdo të shërbime profesionale na mungojnë. Për shkak se shëndetësinë primore e kemi, për shumë shërbime profesionale për cilat kemi nevojë, natyrisht të natyrë privat, siç është Avicena, dhe pronarët i falenderoj, i përgëzoj, i uroj, edhe stafin që është pranuar sot, e që do të rritet sa ndëgjova sigurisht, për punën e mirë, ju dëshiroj shëndet, suksese, edhe të rritni sa më shumë. Njërë që dhe jashtë kufive kaloni për mosët për shkak se përket profesionalizmit e ti që e keni. Hapja e pikës në viti është një plotësim, një mbështoku të thojza të asaj që Avicena është në shumicën e komunave të Kosovës dhe jemi të lumtur që kemi edhe në viti. Si profesionist shëndetësor, ne gjithmonë mundohemi për të mirën e pacientit duke bashkëpunuar njëri me tjetrin. Shërbimet që i ofron Avicena në Kosovë, ne do të mundohemi që t'i sjellim edhe në viti, duke filluar nga shërbimet laboratorike dhe ato të mjekësisë familjare për t'u zgjeruar me nevojat e qytetarëve të vitis në shërbime të tjera specialistike në bashkëpunim me doktorët specialistë me renome në komunë, rajon, po edhe në nivel të Kosovës, në mënyrë që qytetarëve tanë t'ja mundsojmë shërbime cilësore në kohë dhe në çmim në qytetin ku ata jetojnë. Për shembull, nëse një qytetar ka nevojë për një shërbim kardiologjik ose nefrologjik ose të një shërbimi që ne nuk e kemi, për shembull në qendrën e mjekësisë familjare, atëherë si institucion privat, po në shërbim të publikut të qytetarëve, ne do të bëjmë përpjekje dhe do t'i realizojmë vizita të tilla në poliklinikën tonë në një të ardhme shumë të shpejtë, varësisht prej nevojave.